Tensionet në lindjen e mesme janë rritur sërish pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës rikthyen sulmet ndaj objektivave strategjik ushtarak të Iranit. Megjithatë, palët vijojnë negociatat në distancë për të arritur një marrëveshje që do t'i jepte fund konfliktit. Ushtria amerikane kreu sulme në jug të Iranit gjatë natës duke goditur vendodhje të lëshimit të raketave dhe anije që dyshohet se vendosnin mina në rrugët e rëndësishme detare. Komanda qendrore tha se sulmet kishin për qëllim mbrojtjen e trupave amerikan nga kërcënimet e Iranit gjatë periudhës së armëpushimit. Pas sulmeve, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio mbrojti qëndrimin amerikan duke thënë se negociatat me Iranin mund të zgjasin disa ditë dhe ngushtica e Hormuzit duhet të mbetet e hapur në një mënyrë ose në një tjetër. Ajo që po ndodh atje është e jashtëligjshme, është e paqëndrueshme për botën, është e papranueshme. Nuk ka asnjë vend në botë që mbështet një sistem tarifash, përveç regjimit në Iran. Kjo nuk është e pranueshme. Nga Teherani u përgjigjen lideri supremo të Shtaba Khamenei, i cili tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të gjejnë më stre të sigurt në rajon, ndërsa Garda Revolucionare deklaroi se Irani rezervon të drejtën për të përgjigjur çdo shkelje të armëpushimit. Ndërsa tensionet në lindjen e mesme vijojnë të rriten, një delegacion iranian ka udhëtuar në Doha për bisedime me kryeministrin e Katarit mbi një marrëveshje të mundshme për t'i dhënë fund luftës. Në qendër të diskutimeve janë Hormuzi, uraniumi i pasuruar dhe sanksionet ndaj Iranit. Çështjet bërthamore do të negociohen pasi të arrihet marrëveshja kornizë.